Kreu Demokrat Sali Berisha ka publikuar në rrjetet sociale një video dhe mesazhin qytetarit digjital, ndërsa shkruan se rendi është në duart e kriminalëve të pushtetit. Berisha ka reaguar lidhur me ngjarjen e rëndë të ndodhur në orët e para të së shtunës, ku biznesmeni italian Edoardo Sarci u gjeti vrarë në afërsi të fshatit Salari në Tepelen. Vritet biznesmeni italian Edoardo Sarci, që jetonte prej 20 vitesh në Shqipëri. Vrasësi është Gazmend Braçe, nipi i Gramoz Ruçit dhe miku i Tërmet Peçit. Shpreh ngushëllimet e mia më të ndjera familjes Sarci dhe dënoi me forcë më të madhe këtë akt të shëmtuar kriminal të vrasësve të lidhur me pushtetin, që përbën një herazi një goditje të rëndë për biznesin e huaj në Shqipëri, shkruan Berisha. Në vijim, Kreu Demokrat përcjell edhe mesazhin e qytetarit digjital dhe një video ku pretendohet se ndodhet edhe Gazmend Braçe në një takim elektoral ku të pranishëm janë Edi Rama dhe Tërmet Peçi, deputetët e PS-s dhe ish kryebashkiaki të Pelenës. Doktor, përshëndetje. Vrasësi i italianit është nipi i Gramoz Ruçit dhe i biri i Qerem Braçes, që mbarti rekorde kriminale nga më të frikshmet, nga vjedhjet, grabitjet e deri tek plagosjet me armë dhe tani më vrasjen e qytetarit italian. Në këtë video duket qartë se është një njojë e afërt e Edi Ramës dhe mbështetës i flakët i PS-s Tepelen. Ky delinkuent është ai që qelloi me grusht policin në mes të fierit dhe që e liruan menjëherë pasi pse ishte me arrest shtëpie. Këtë kriminal ju e keni pas denoncuar edhe vite më parë. Shikojeni vrasësin mbas zonjës me fustan jeshil dhe shikojeni edhe komandant Ramën se si në sekondën e 40 dhe të 56 të videos, pasi e përshëndet me kokë, më qartë se kaq, s'ka ku të vejë më lidhja e Ramës me kriminalet, thuhet në postimin e publikuar nga Berisha.